Tregohet se një ditë, një njeri me bashkëshorten e tij u ulën duke ngrënë një pulë të pjekur. Një lyps shkon te dera e tyre dhe kërkon lëmosh. Ai njeri del te dera dhe me tërbim dhe bërtim e dëbon. Kalojnë ditë të shumta dhe ky njeri varfërohet. Dhe nga varfëria detyrohet që ta lëshojë gruan e tij. Pastaj kjo grua martohet me një njeri tjetër. Kjo grua ulet me bashkëshortin e saj dhe hante pulë të pjekur. Në atë moment, një lypës troket në derë. Burri i thot bashkëshortes: "Merre këtë pulë dhe jepja lypsit." Kur e hap derën, e sheh se lypsi ishte burri i saj i parë. Ja jep pulën dhe kthehet brenda në shtëpi duke qarë. Burri e pyeti se përse po qante, e ajo i tregon se lypsi ishte burri i saj i parë. Pastaj ja tregon rastin se si e njëjta gjë i kishte ndodhur me burrin e saj të parë dhe derisa kishin qenë duke ngrënë pulë, kishte ardhur një lypës, por ai e kishte dëbuar me vërtim. Burri i thot asaj: "Po pse po habitesh? Për Zotin, unë jam ai lypsi i parë i cili më ka dëbuar."